Kryeministri Ristian Mickoski pret që nesër uji në Gostivar të jetë teknikisht i sigurt për përdorim. Ai tha se po zhvillohet procesi i hiperklorimit të rrjetit të ujësjellësit dhe rezultatet më të fundit të analizave të ujit në Gostivar janë të mira dhe për këtë pret që më së voni deri nesër institucionet kompetente të njoftojnë se uji është teknikisht i sigurt për përdorim. Ekipet e ujësjellësit nga Shkupi ndodhen në Gostivar dhe po punojnë në hiperklorimin e instalimeve. Rezultatet tashmë janë të mira. Pres që sot ose më së voni nesër të publikohet njoftimi se uji është teknikisht i sigurt për përdorim. Brenda një afati rekord për një javë, problemi u sanua. Më habit fakti që opozita ende nuk ka dalë me kritika ndaj komunës dhe udhëheqjes që ajo mbështeti në zgjedhjet lokale. Ndoshta e humbën atë mundësi, por në skenën tonë politike ka shumë njerëz që përpiqen të fitojnë pikë politik pa e kuptuar se kjo kthehet si bumerang. Në lidhje me akuzat e opozitës, ai përsëriti qëndrimin se qeveria ka ndërmarrë masat e nevojshme ndërsa akuzoi opozitën se po përhap dezinformata dhe panik të panevojshëm në mesin e qytetarëve, duke u bazuar në raporte të vjetra për papërshtatshmërinë e ujit. Politika e qeverisë është të japë rezultate dhe kështu do të vazhdojmë. Përgjegjësia e plot dhe kompetenca për atë që ndodhi në Gostivar tashmë është identifikuar nga prokuroria. Mëtej, ata do të vazhdojnë të përcaktojnë nëse ka nevojë të identifikojnë edhe përgjegjësi të tjera nga ana e shtetit, edhe pse kjo nuk është në kompetencën tonë. Autoritetet kanë shpallur epideminë në qytetin e Gostivarit pasi si pasojë e ndotjes së ujit të pishëm mbi 4.000 qytetarë janë helmuar dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spital. Për këtë organet e drejtësisë kanë hapur edhe lëndë ku momentalisht janë në arrest 3 zyrtar komunal.